Në kuadër të bashkëpunimit bilateral, Policia Ushtarake e FSK-s ka realizuar trajnim të përbashkët me Policinë Ushtarake të Kroacisë. Fokusi i trajnimit ka qenë në fushën e mbrojtjes së afërt dhe antiterrorizmit, me qëllim përmirësimin e aftësive të personelit të dy forcave policore në menaxhimin e situatave të sigurisë dhe luftimin e kërcënimeve të mundshme. Gjatë trajnimit, janë zhvilluar aktivitete intensive që kanë përfshirë qitje me armë të shkurtra dhe të gjata, si dhe skenar të ndryshëm për pastrimin e objekteve, ngasjen e automjeteve në poligonin përkatës me pengesa dhe shoqërimin e sigurimi i vipave gjatë ecjes në natyrë, hiking. Përveç trajnimit intensiv, gjatë kësaj periudhe është realizuar një shkëmbim i vlefshëm përvojash dhe njohurish mes dy palëve pjesëmarrëse. Ky aktivitet i përbashkët është një hap i rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve dhe intensifikimin e bashkëpunimit të vazhdueshëm mes Policisë Ushtarake të FSK-s dhe asaj të Kroacisë.